Sot është dita fundit e përfundimit të quajturës provë dhe vendosje në shërbim prove pas vendimit të lirimit me kusht nga gjykata e Fierit. Në fakt është përfundimi i një periudhe të errët, jo vetëm në pikpamje të kufizimit të lirive personale dhe të shkeljes së drejtave personale, por një periudhë e errët e një dënimi politik për arsye politike dhe për fatkeqësisht përdorimin e drejtësisë për akmarrje personale dhe akmarrje politike për të ndikuar në luftën politike. Siç u tregua në këto 2 muaj e gjysmë, periudha e shërbimit të provës, siç edhe di dhe kam thënë, nuk kam pas ndonjë arsye tjetër përveç arsyes politike izolimi im për shkak të fitores në betejat elektorale përballë Partisë Socialiste. Këto 2 muaj gjysmë treguan atë që kam thënë që nisje, që nuk ka pas asnjë rrezikshmëri shoqërore qëndrimi, po themi, në liri, nuk ka pasur një vepër penale e cila të ketë sjellë dëm shoqërisë, përkundrazi, vepra apo pasoja që solli në shoqëri, denoncimi im publik ishte një pasojë pozitive. Pra një person i dënuar me 7 vite e 4 muaj burg për trafik ndërkombëtar droge, i lidhur me qeverinë dhe me ish ministrin e brendshëm Fatmir Xhafaj, shkoi u dorëzua në burg. Pra është kthyer përmbys një po themi apo disa norma të vendosura nga shoqëria. Shoqëria të izolon nëse vjedh, nëse bën korrupsion, nëse dhunon, nëse vret, ndërkohë që kundërta ka ndodhur me këtë rast. Unë jam izoluar dhe jam burgosur për shkak të bindjeve politike dhe për shkak të denoncimit të një personi të inkriminuar dhe që vazhdonte aktivitetin e vet kriminal i lidhur me qeverinë. Pra, kjo është një histori e cila nisi shumë vite përpara, siç ju e dini, dhe nga dita në ditë të gjitha denoncimet që edhe personalisht kam bërë në emër të Partisë Demokratike, po dhe denoncimet e tjera të bëra nga Partia Demokratike, po faktohen duke faktuar së pari lidhjet e forta të krimit me qeverinë, jo vetëm lidhjet e forta, po kontrollin fatkeqësisht të grupeve të krimit organizuar dhe përfshirjen e drejt për drejt apo involvimin e drejt për drejt personave në funksionet më të larta qeveritare apo policore apo të drejtësisë. Është një çështje që pas këtij momenti që është po themi përfundimi i këtij po themi turpi për drejtësinë, kësaj njolle turpi për drejtësinë e kapur politikisht nga Edi Rama, do ta vazhdoj këtë çështje deri në Strasburg dhe pa diskutim që të drejtën do ta fitoj, por ajo që dua të theksoj, duke jo se nuk e kam bërë përpara, por duke qenë se e kam provuar vetë edhe në kurriz se çfarë do të thotë të prodhohet pa drejtësi nga institucionet të cilat duhet të prodhojnë drejtësi, do të luftoj akoma më fort për interesin publik dhe për interesin e qytetarëve, të cilët fatkeqësisht përballen me padrejtësi të përditshme jo vetëm nga institucionet e drejtësisë, por edhe nga të gjithë institucionet e ekzekutivit, të cilat janë kthyer në institucione dhunuese dhe gjobash të përditshme, të cilat i kanë lëkurë qytetarët e Republikës. Ndoi betejë juaj me drejtësinë deri këtu në këtë moment që ka përfunduar edhe në gjykatë lartë, apo do shkoni në gjykatat ndërkombëtare? Betejë ime me drejtësinë është në rrugë sipër, që mos them sapo ka filluar, se do më jep në një gjë tjetër. Nga pikpamja formale depozitoj për pak ditë në gjykatën kushtetuese dhe nëse do të ketë kontroll, siç po duket, të gjithë sistemi i drejtësisë nga ana e qeverisë, do të depozitoj në Strasburg të gjithë ankimimin për këtë çështje dhe jam i bindur në fitore, por te kësaj unë mendoj që gjithë secili, unë po kushdo që ka një mision publik duhet të bëjë betejë që drejtësia të jetë drejt. Ju e dini që sot për shkak të reformës në drejtësi, e cila është mirë pritur dhe në të gjitha këto vite unë kam qenë mbështetës dhe kemi qenë në çdo studio ku kam pas mbështetje duke u nisur nga predispozicioni pozitiv që duhet i dhënë kohë drejtësisë. Ju e dini që sot drejtësia është thuajse më keq se kurrë. Pra për një çështje për cilin do qytetar që përballet sot dyert të drejtësisë, duhen minimalisht 7 vite për të dalë nga ato dyer. Drejtësia përdoret për qëllime politike. Drejtësia është selektive dhe ja ku jemi këtu ngjitur me institucionin tjetër, strukturën e posaçme antikorrupsion, ju e keni vënë re se si në mënyrë selektive në përgjime
të caktuara, përzgjidhen të arrestohen apo të goditen disa dhe të shmangen disa të tjerë. Në cilën rast? Në të gjitha rastet. Në ndonjë rast? Në rastin e Toyota Yaris'in, në rastin e përgjimeve të Skyt, ka përgjime të personave të caktuar që në emër të ministrave të brendshëm marrin mijëra euro për të emëruar shefa komisariatash. Ka dhjetra raste që në mënyrë selektive bëhet drejtësi jo sipas ligjit, po drejtësi sipas ligjit, sipas interesave të Edi Ramës. Në të gjitha rastet, meqense ra fjala, të arrestimeve të ndodhura politike, janë të gjitha pasi Edi Rama i ka lëshuar, ose i vetmi rast që ishte ndërtyrë që ishte Erion Veliaj, u lëshu më pas dhe u duk që ishte një lëvizje këtij lloji. E njëjtë gjë me rastin e zotit Meta, e njëjtë gjë me rastin e zotit Berisha, e njëjtë gjë me të gjitha rastet që kanë ndodhur Lefter Koka, të gjitha rastet kanë qenë raste që pasi Edi Rama i ka lëshuar, spaku i turrët. Dhe ajo që është edhe më rëndësishme është që të gjitha rastet nuk e kam me të keq këtë, po themi keni arrestuar ju një vit përpara. Pra i ka arrestuar media një vit përpara, kanë dalë në media ç'është kjo drejtësi që di gjithë publiku një vit e kusur përpara për gjitha rastet, pastaj vendos ka drejtësia. Pra çdo gjë e thënë në publik ka shkuar ashtu siç është thënë, sepse ka pasur qëllim politik dhe ai që ka hedhur dhe ka spinuar, e ka hedhur për një qëllim politik. Drejtësia duhet kërkoj provën dhe i takon gjykatave pa diskutim, më shumë edhe se sa prokurorisë, që të vendosin drejtësi mbi bazën e provave të palëve dhe jo mbi bazën e qëndrimeve politike, të kalkulimeve politike, apo akoma më keq të prodhimit të statistikave. Me statistika, në kohën e regjimit, ju e dini që janë dënuar më shumë zyrtarë të lartë, po s'ka pas as liri as drejta. Ju e dini që sot në vendet më diktatoriale kanë dëshkimet më të larta gjasme për korrupsion zyrtarëve. Butani ishte i pari para se të vija këtu, Vietnami i dyti, Kina e treta, edhe këto vendet e tjera kanë përshtypjen Myanmari i katërti. Ne duam të prodhojmë një drejtësi e cila të luftoj krimin dhe korrupsionin dhe pa diskutim të jetë brenda të gjithë standardeve që duhet garantoj sipas Konvencionit Evropiane për Drejtat e Njeriut një proces të rregullt dhe ligjor dhe jo e ritheksoj, jo mbi bazën një drejtësi politike dhe selektive e cila prodhon pa drejtësi. Kush i kthen 10 raste të cilat kanë qelluar që ja kanë futur kot, po e them gjuhë popullore. Kanë qelluar, se nuk i raportoni ju. Kanë pasur 33 vite antikushtetues ju keni konstatuar në çështjen penale dhe që do t'ja drejtoni dhe do t'ja tregoni gjykatës kushtetuese. E para, e dyta, a keni gjetur ju raste të ngjashme në aspektin ligjor dhe juridik, të cilat do t'i sillni si shembull në gjykatën e Strasburgut, që janë të ngjashëm me rastin tuaj? Që është rasti pa ngjashëm dhe është, po themi, precedenti i parë në Europë, në të gjitha, po themi, kërkimet që kemi bërë në jurisprudencën e Strasburgut, në praktikën e gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut, që dikush të dënohet për një vepër penale para është dënim pa ligj, pra nuk ka kallëzim të rrem publik. E dyta, është një fakt i provuar që personi që u kam denoncuar ka shkuar brenda ditës, është dorëzuar autoriteteve italiane. E treta, pasoja që ka sjell, siç e thash, është pasojë pozitive, nuk është pasojë negative. E katërta, në Shqipëri, por se në vendet e Europës jo nuk ekziston, është rasti i parë kur për kallëzim të rrem dënohet dikush me një vit burg. Dhe e pesta që është edhe më rëndësishme është që pavarësisht se kjo vepër nuk përfshihet në veprat është më rëndësishme, po themi për tani e më pas, nuk përfshihet në veprat që parashikohen ndalim për shkak të ligjit të dekriminalizimit, për shkak të një artifice të vendimit të gjykatës që është i formës prerë dhe për shkak të parashkrimit të veprës, unë po themi, pavarësisht se nuk e kam pasur dënimin plotësues, që ju e kuptoni që dënimi plotësues është dënim shtesë në shumë raste për ndalimin e funksioneve publike për 5 vite, mua më janë ndaluar praktikisht pa ligj edhe kjo, 5 vite funksion duke më hequr një mandat të marrë nga qytetarët dhe duke më ndaluar në mandatin tjetër në betejën që do të isha në zgjedhjet e Elbasanit. Kështu që ka 1000 shkelje të tjera që kanë të bëjnë me mosmarrjen e dëshmitarëve, me mos pranimin e provave nga ana jon, me mos thirrjen e personit i cili ishte denoncuar, dhe mos pasje ndjeni në çdo rastim. Nuk ka marrë një denoncim i cili është investiguar nga një kolegu juaj dhe kanë marrë përsipër pothuajse të gjithë personat e përfshirë në atë çështje.